A e dini që edhe në gusht mund të krijojmë një kënd të vogël aromatik në baxhen tonë? Nuk na duhen shumë hapësira. Disa bimë aromatike na japin shije në kuzhinë, aromë në shtëpi dhe një kënaqësi të veçantë kur I mbledhim vetë nga baxhja. Sot do t'ju tregoj 7 bimë aromatike që mund t'i mbillni ose shumoni në këtë periudhë. Për çfarë përdoren dhe pranë cilave perime mund t'i vendosni. Majdanozi është një nga erëzat më të përdorura në kuzhinë. Përdoret në sallata, supa, gjellë dhe për zbukurimin e pjatave. Ka gjethe të pasura me përbërës ushqyes dhe është mirë ta kemi gjithmonë pranë. Mbilleni në tokë të imët, të pasur me lëndë organike dhe mbajeni lagësht derisa të mbijë. Mund ta mbillni pranë sallatës, qepës dhe karrotës. Kopra. Kopra jep një aromë të veçantë gatimeve, sallatave dhe sidomos shumë e përdorur në turshi. Përdoret si e freskët dhe e tharë. Preferon tokë të punuar mirë, diell dhe ujitje të rregullt. Mund ta shoqëroni me kastravec, sallatë dhe qepë. Borziloku. Borziloku është shumë I dashur për aromën e tij. Përdoret në salca, gatime dhe sidomos në kuzhinën mesdhetare. Do tokë të ushqyer dhe vend me diell. Mund të mbillet pranë domateve sepse të dyja kanë nevoja të ngjashme në baxhe. Rukola aromatike. Rukola rritet shpejt dhe përdoret kryesisht në sallata. Ka shije karakteristike dhe na jep gjethe të freskëta në pak javë. Preferon temperatura më të buta dhe tokë me lagështi të qëndrueshme. Mund ta mbillni pranë sallatës dhe spinaqit. Koriandra. Koriandra përdoret si erëz në shumë gatime. Gjethet dhe farat kanë aromë të veçantë. Mbilleni në tokë të drenazhuar mirë në një vend me dritë, mund ta shoqëroni me karrota dhe sallata. Melisa ose barblete. Melisa ka një aromë të këndshme limoni, përdoret shpesh për çaj dhe për aromën e saj freskuese. Është bimë shumë vjeçare dhe preferon tokë të pasur dhe ujitje të moderuar. Mbilleni në një cep të baxhes ku ka hapësirë të zgjerohet pasi ajo ka vetinë të zgjerohet shumë dhe mund të zërë shumë vend në baxhe. Trumza. Trumza është një bimë aromatike shumë e çmuar. Përdoret për gatime dhe për aromën e saj të fortë. Pëlqen vendet me shumë diell dhe tokën që nuk mban shumë ujë. Mund ta mbillni pranë perimeve mesdhetare si domatet dhe specat. Një këshill e rëndësishme, para mbjelljes përgatiteni mirë tokën, shtoni kompost të pjekur ose vermikompost, sepse një tokë e shëndetshme është baza e një bime të fortë. Mos harroni, një baxhe e bukur nuk është vetëm me perime, por edhe me bimë aromatike që na japin shije, aromë dhe kënaqësi çdo ditë. Na tregoni në komente cilën bimë aromatike keni në baxhen tuaj. Nëse të pëlqeu video, mos harro ta pëlqesh, ruaje dhe shpërndaje me miqt. Faleminderit që më ndiqni.